për Ariolën, çdo fillim I bukur është hapi I parë drejt arritjeve që lën gjurmë, investimi në pronat e paluajtshme. A janë çmimet reale në treg apo janë të mbivlerësuara? Ka njerëz që duan ta shesin pronën dhe ata normalisht janë me këmbë në tokë dhe din vlerën e pronës. Ka dhe nga ata të cilët nuk kanë ndonjë urgjencë, po thjesht e nxjerrin në treg dhe thonë nëse dikush mund ta blejë këtë vlerë, shumë mirë. Nëse unë sot dua të blej një shtëpi apo një biznes, cila është zona e duhur për të investuar? Tani nëse I referojmë investimit, gjithmonë në Tiranë ngelet qendra. Por të mos përjashtojmë as periferinë me investimet që janë bërë. A ka shumë të huaj që po investojnë në Shqipëri? Ka shumë edhe numri është duke u rritur. Kur është momenti I duhur për të blerë një pronë? Dje. Çfarë dokumentash duhet të kontrolloj vlerësi përpara se ta blej ose përpara se të firmos për shtëpinë ose pronën biznesi? Tani ka një sër hapash që ndiqen. Së pari, nuk mjafton vetëm të shikosh pronën dhe të shikosh disa dokumenta. A është më mirë të blejmë një shtëpi apo të jetojmë me qira? Tani, nëse ne kemi vendosur që të lëvizim jashtë Shqipërisë, është mirë ta kesh një pronë, por jo detyrimisht ta kesh. Çfarë e diferencon Ilirian Home nga agjencitë e tjera? Tregu e tregon vetë se kush jemi. Ky është podcasti ku sjellim pra njush histori të njerëzve që kanë ndërtuar biznese. Kanë marrur vendime të guximshme dhe sot po lënë gjurmë në tregun shqiptar. Sot do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme, për një çështje që ka të bëjë me jetën e secilit nga ne, investimi në pronat e paluajtshme apo në patundshmërinë. Për këtë arsye sot kam të ftuar Dorian Sanxhakun, CEO dhe themelues I Ilirian Home. Kjo kompani operon në shit blerje, qira dhe investime në të gjithë tregun shqiptar. Mirë se erdhe Dorian. Mirë se u gjet Ariola, shumë kënaqësi edhe shumë suksese. Më vjen shumë mirë që po bëhet një emision dedikuar sipërmarrjes si një shembull për të gjithë ata që e ndjekin dhe uroj me zemër që ky të jetë piknisje për një rrugtim shumë gjatë I cili do lërë gjurmë për të gjithë shqiptarët që do ta dëgjojnë. Faleminderit shumë. Edhe ne kemi menduar që duhet të sjellim si histori frymëzimi për të gjithë ata që duan të bëhen sipërmarrës të rinj, të marrin vendime të guximshme, edhe të jemi ne ata që I frymëzojmë nëpërmes podcastit ton me CEO dhe themelues të ndryshëm të biznesit shqiptar. Në shenjë simbolike. Faleminderit shumë Dorian. A mund ta hap? Patjetër. Po që kjo që ka shumë e gjatë. Okej, do ta hapim pastaj. Faleminderit shumë. Sukses. Faleminderit shumë Dorian. Do doja të dija kush është Dorian Sanxhaku. Atëherë, unë vi nga Korça, nga një fshat I Korçës që quhet Shtyll. Gjithmonë jam rritur me pjesën e sipërmarrjes, pasi në një farë mënyrë prindërit e mi kanë pasur fermë edhe gjithmonë e kanë pasur të pjesën e të marrit përsipër, jo thjesht për ego, por për të bërë diçka që sjell vlerë në shoqëri. Nuk e kisha menduar që do bëhesha në një kohë të caktuar diçka, thjesht ka ardhur gjërat nga dëshira. Kam ndjekur studimet për ekonomi dhe tashmë për drejtësi. Dhe pjesa e investimeve ka nisur shumë herët tek mua, derisa në momentin që gjërat erdhën edhe duke I kërkuar sigurisht që u bën të gjitha gjërat që fillova. Si ishte jeta jote përpara se të nisje biznesin në sipërmarrje? Jam angazhuar në shumë gjëra, derisa ngela, po më vjen mirë që ngela këtu. Sigurisht me gjitha ato rrisjet që mbart edhe emocionet edhe energjinë që mbart, po kryesisht kam qenë I punësuar edhe duke në shoqëri civile në angazhim edhe pastaj erdhi pjesa e sipërmarrjes. A e ke pas menduar gjatë gjithë kohës që do marrësh përsipër të ndërtosh një sipërmarrje apo kjo erdhi mbas eksperiencës tënde? Tani, të jemi sinqert, kishte një periudhë kohe që mendoja shumë edhe lexoja shumë për këtë. Para se të filloja sipërmarrjen kam qenë I angazhuar në një parti. Këtu ka qenë e gjitha, edhe isha I ftuar si përfaqësues I asaj partie për të folur,
Edhe ai që organizonte kishte lënë këto të partive të mëdha shumë dhe mua pak dhe them drejtën atëherë jam treguar pak e mora personale. Edhe kam shkruar në Google, kam gjetur një si flas bukur. Edhe më doli një libër Magjia të menduarit nëpër masa të mëdha. Ky ka qenë libri që më ka ndryshuar mendsinë, edhe që ju dedikova pastaj sipërmarrjes. Po kjo ka qenë ajo që mbaj mendon, kjo ka qenë Zanafilla. Domethënë diçka e kisha kohë që mendoja, po asnjëherë ishte si diçka me shumë ide, po asnjë gjë konkrete. Këtu pastaj mendova që realisht zbulova tek vetja që kjo ishte gjëja që doja të bëja. Si ndërtohet besimi tek njerëzit që investojnë, po themi, të gjithë kursimet e jetës? Së pari njëherë duhet ta duash fort atë që po bën, domethënë nuk është një eksperiment. Duhet ta duash si ai personi që e fut në ujë dhe do me patjetër të marrë oksigjen. Kështu ka qenë për mua pjesa e sipërmarrjes. Domethënë ju dedikova me gjithçka timen. Madje të jemi sinqert në fillimet e mia, duke qenë se s'kisha mundësi, dhe kam nisur me 500 euro biznesin, ky ka qenë biznesi i parë, kam blerë një tavolinë, kompjuter. Dhe kur ka ardhur koha për të paguar qiranën e zyrës, i kam kërkuar motrës time të më ndihmonte se nuk kisha më. Por nga ana tjetër më jepte një forcë që nuk e shpjegoja dot atëherë, nuk e kuptoja nga se më vinte. Dhe çdo gjë që kisha, madje çdo send personal që kisha që e mbaja si dhuratë, i kam shitur që ja dedikova vetëm sipërmarrjes. Ky ka qenë fillimi im. E them me shumë modesti dhe përulësi që në këtë rrugë tim ju jam mirënjohës shumë njerëzve. Domethënë nëse them një listë nuk do mbaronte, duke filluar që nga emri, slogani dhe të gjitha. Edhe ruaj një mirënjohje shumë madhe për çdo që ka ndikuar sadopak. Jeta është e tillë, unë si natyrë jam i tillë që nëse më ke bërë një të mirë, mund të më bësh çdo lloj gjëje tjetër, mbaj mend këtë të mirë se kjo më ka ushqyer për të parë edhe këtë pjesën tjetër të njerëzve dhe realisht unë mendoj që Iliria Nom nuk është ngritur nga Doriani, të jem shumë i sinqert. Është ngritur nga shumë njerëz dhe mbi të gjitha nga eksperienca të mëparshme ndoshta. Po edhe këta që kanë ndikuar që kjo kompani të eci dhe të jetë sot realisht e them me krenari për njerëzit që kam në kompani është fytyra e kompanisë. Jam krenar për ata. Me që jemi pak te sfidat, cila është ajo sfidë që ka formuar më shumë në sipërmarrje? Kam pasur disa sfida. Në fillim fare normalisht isha e para dhe i rinë sipërmarrje, po dhe shumë gjëra nuk e kuptoja dhe nuk dija se si ta bëja biznesin. Domethënë nuk dija se si të ndihmoja. Më zgdash, ajo ka qenë periudha më e vështirë. Unë e kam pasur në pjesën e kur ka qenë Covid-19, ajo ka qenë periudha më e vështirë, që aty mendoj që nga një anë e vuajta shumë, po dhe u poqa shumë në sipërmarrje. Domethënë aty kuptova fuqinë që ka një njeri nëse diçka e do vërtet. Ka pasur shumë momente të fillimit që thoja mund të jetë java e fundit, po sa herë që thoja mund të jetë java e fundit, gjithmonë ndodhte diçka që thoja okay, ka qenë një shenjë për të kuptuar, ai dua vërtet të ç'po bëj apo jo. Edhe mendoj që vendosmëria është një nga çelësat e suksesit. Më the pak më parë që Iliria Nom lindi pak para Covidit, në 2019. Ka qenë fiks atëherë, para se të krijoha Iliria Nom, unë kam qenë i punësuar në një real estate tjetër për të cilën absolutisht kam konsiderat dhe respekt maksimal. Dhe që në fillim i kam thënë drejtuesit asaj kompanie që shiko, unë nuk dua të pres në bes për 1, për 2, për 3 vite, nuk e di eksakt, por dua që të hap kompaninë time. E kisha idenë e qartë. Po, e kisha. Edhe të jemi sinqert edhe atë pjesën tjetër kur futa te kompani, isha futur me këtë qëllim që të mësoj, po, të zhvillohem, të marr aftësitë edhe pastaj të krijoj diçka tim, se kam dashur këtë pjesë. Pse pikërisht emri Iliria Nom? Tani ne kemi dashur, Iliria Nom nuk është emër i rastishëm. Kemi dashur që të lidhim pjesën e krenarisë që na bën Ilir, edhe fokusi ka qenë zgjerimi i kompanisë për te Shqipërisë. Nuk mund të shkosh në një vend tjetër pa pasur një identitet. Kështu që ne kemi dashur që kjo të përkasi Iliria Nom të jetë silli vlerë, profesionalizëm, po dhe të shërbej dhe të lidhje shqiptarët, pse jo, të ndihen krenar për atë emër. Kështu që kjo na bën të kemi dhe shumë përgjegjësi. Po flisje pak për vështirësitë që ndoshta zun papritur, jo vetëm bizneset e vogla, po edhe bizneset të mëdha në 2020 gjatë Covidit. Cilat ishin vështirësitë që haseti në 2020 me
kompaninë tënde? E para njëri ishte pjesa e të qenurit njerëzit të qetë, sepse normalisht blerja ka të bëjë me qetësinë, me vendimarrjen. Në atë periudhë nuk mund të sillje dot qetësi. E dyta ka qenë pjesa e likuiditetit. Shumë njerëz mendonin që do duhet i rezervonin disa të ardhura qoftë për familjen për një arsye shëndetësore. Dhe disa transaksione që unë kisha atëre, që me zori kisha bërë, jemi sinqert, u shkëputën, u ndërpren, kështu që do të ishte më pak të ardhura për kompaninë. Dhe ka qenë një nga periudat që unë nuk harroj dot asnjëherë, sepse shumë herë më duhej të thoja apo vazhdoj kështu në tym, a duhet vazhdoj, edhe realisht ka qenë kjo periudha e pandemisë ka vendosur në pyetje shumë biznesa. Shumë, por nga ana tjetër aman krijovi një forcë që më shërbevi dhe në momentet e tjera të vështira më vonë. Kështu që ka qenë, mendoj që ajo ka qenë një provë. Mos heqja dorë, ka qenë. Po, e mendoja shpesh në fakt, edhe kur kisha momente të vështira, thosha, okay, kur ishte kjo periudhë e vështirë e kaluam, pse mos kalojmë edhe këtë. Dhe mendoj që çdo njeri ka një histori të vetën që thotë e kam kaluar dhe duhet i rikthehesh për ta menduar. Dhe këtu pikërisht e ke kuptuar që të japësh shumë më shumë forca nga vetja jote që mos të mbyllej kompania. Ndem të japësh gjithçka, unë kam fjetur në zyrë. Domethënë, ka qenë një periudhë që më kujtohet tani që i kisha mbledhur dhe dosjet dhe thoja, okay, këtu është. Dhe para 3 muaj kisha bërë një reklam të vogël minimaliste me një buxhet atëherë 35.000 lekë vjetra që mua më dukeshin shumë. Edhe mbas 3 muajsh kur unë po përpiqesha jashtëzakonisht shumë që ta mbaja, thash, okay, mund të jetë ndoshta java e fundit. Dhe pikërisht në atë javë më marrin telefon nga kompania, më thonë, përshëndetje Dorian, reklama juaj është gati, unë realisht e kisha humbur fare për çfarë bëhesh fjalë, se gjithë ato mendime. Edhe i thash, cila reklam? Po tha, Lori ishte një shoqja ime që punonte aty, dhe tha, Lori më tha, mua tani vjen cikletë se si do dilja para Lori, thash, okay, sille. Edhe mbaj mend kam patur 5.000 lekë të reja, edhe kam paguar reklamën, më kanë ngelur vetëm ato lekë, thosh, si do t'ja bëj, dhe ka qenë diku mes muaj. Por që gjëra ndodhin ashtu, është jo vetëm që e kalova, por realisht më dha forcë dhe për gjërat e tjera. Kështu që u dedikova, thash, kjo është një shenjë. Ka përshtypjen që momentet e vështira na forcojnë edhe na bëjnë ndoshta të shohim edhe më larg. Absolutisht që po. Dhe të kuptosh dhe veten se domethënë janë ato momentet e vështira që ti e kupton kush je në të vërtetë. Do duhet që e do vërtet ajo që po bën, apo thjesht është një dëshirë e momentit që ajtë se po bëj një kompani. Domethënë kompania nuk bëhet kështu, nuk bëhet për ego. Që në momentin e parë kur ka vështirësi heq dorë. Po, thoj, okay, unë them kompania nëse nuk e sjell që të sjellë një vlerë dhe që të ketë shërbim për ata të cilët ju shërbejnë, nuk bëhet asnjëherë për ego, duhet një dashuri brenda. Si e sheh sot tregun e patundshmërisë? Shumë ndryshe, shumë më mirë, shumë më profesional. Sigurisht që brenda këtij tregu ka dhe shumë njerëz të cilët nuk ofrojnë një shërbim siç duhet, por në tërësi ka një zhvillim shumë më të madh se sa e ka pasur. Unë mbaj mend kur kemi nisur ne, kur thonim që jemi agjenci imobiliare, na ngatronin për mobilier, na çonin shtëpi dhe na thoshin kjo është kuzhina që kam. Kështu që sot nuk bëhet fjalë për reklama edhe për gjëra mediative nuk ekzistonin sepse nuk e din çfarë ishte. Pastaj më vonë sot është shumë më ndryshe. Që ti thojë një pronari duhet bëjmë një marrëveshje bashkëpunimi me njëri tjetrin për të marrë pronën. E kuptoj që edhe nga historia që kanë pasur e kishin të vështirë të firmosnin, po na bëhesh luftë shumë e madhe, domethënë që ti ta kuptoje personin tjetër në radh parë, pse nuk donte, gati 1 orë duhet ulesh që ta firmoste dhe pastaj të vazhdoje me procesin tjetër. Shumë e vështirë. Sot është absolutisht shumë ndryshe. Sot mendoj unë dhe koha është me kufizuar dhe është një profesion i mirë fillt. Ka certifikime, është një profesion i dedikuar dhe njerëzit po e shikojnë si një mundësi zgjedhje, ndryshe nga dikur që mund të vini nga kushurinë të gjithë, po agjencia imobiliare nuk është thjesht që të mbyllet transaksionin. Unë mendoj që puna e një agjencie imobiliare fillon mbasi e ka mbyllur transaksionin, se si ti përgjigjesh dikujt që e ka kryer këtë transaksion me ty. Kështu që sot edhe konkurenca është bërë më e madhe, por nga ana tjetër është bërë dhe më e vogël. Pse e them këtë? Në momentin që punon mirë, edhe njerëzit fillojnë të referojnë, ti e ke krijuar target grupin tënd dhe aty përgjegjësia është shumë më e madhe, por nëse arrin ta mbash dhe punon shumë që të jesh në çdo lloj drejtimi profesional, absolutisht që tregu shqiptar është, mendoj që është një mundësi shumë e madhe. Ne shikojmë sa ndërtime po bëhen, kështu që
të gjitha ata në fund fare duan një person që ju zgjidh punën dhe një agjenci që në fund fare janë të kënaqur me vlerën që japin dhe me shërbimin që ajo kryen. A janë çmimet reale në treg apo janë të mbivlerësuara? Se nganjëherë më duket sikur janë çmime surreale për Tiranën apo qoftë për Durrësin, po flasim për këto vende që janë qytete pak më të mëdha. Ajo kjo është një pyetje shumë e mirë, shpeshherë ka spekulime për këtë pjesë, për çmimet flas, por duhet t'i ndajmë në dy kategori. Ka njerëz që duan ta shesin pronën dhe ata normalisht janë me këmbë në tokë dhe din vlerën e pronës. Ka dhe nga ata të cilët nuk kanë ndonjë urgjencë, po thjesht e nxjerrin në treg dhe thonë nëse dikush mund ta blejë këtë vlerë, shumë mirë. Po, nëse se blen. Po, prandaj dhe kemi këto çmime. Ajo që ndodh me ne është kjo pastaj. Që shikojnë që dikush e ka shitur shumë, thot komshiu im e ka shitur shumë dhe fillojnë te tjetër gjë. Kjo është ana profesionale e agjencive pastaj, që normalisht dhe për vlerën që japin, qoftë për shitsin, qoftë për vlerësin, do duhet që të sjellin disa evidenca pse duhet të dalin në këtë çmim, ky apartament apo kjo vlerë prona. Sa punë duhet të bësh për të blerë një shtëpi sot? Tani, nëse ti krijon një marrëveshje me agjencinë imobiliare, unë mendoj që nuk të duhet dhe shumë punë, sepse agjencia i ka pronat gati, nga ana tjetër të kursen kohën dhe të bën një punë profesionale që nga fillimi deri në mbylljen e transaksionit që është tek noteri, tek hipoteka, tek gjitha, dhe cilë qetësim, sepse merret me gjithë institucionet, bankën, domethënë është që nga fillimi deri në mbyllje të procesit është një rrugë shumë e gjatë. Kështu që nëse lidhesh me agjencinë e ke më të thjeshtë. Nuk po them që agjencia është gjithmonë zgjidhja përfundimtare, por unë mendoj që është zgjidhja e vetme nëse do që të bësh një punë profesionale dhe në mbi të gjitha të kesh të sigurt investimin që po bën. Sepse ka shumë klientë që shkojnë direkt tek ndërtuesi dhe shumë mirë bëjnë. Të kemi parasysh që ne si agjenci, duke pasur dhe vetëm këtë punë, dedikimin dhe eksperiencën, e dim shumë mirë dhe pastaj se çfarë të referojmë, qoftë edhe te ndërtuesit. Ne kemi ndërtues shumë të mirë, siç kemi edhe ndërtues të cilët do duhet që të përmirësojnë reputacionin e tyre me punën që kanë bërë. Nëse unë sot dua të blej një shtëpi apo një biznes, cila është zona e duhur për të investuar? Tani, nëse i referojmë investimit, gjithmonë në Tiranë ngelet qendra. Por të mos përjashtojmë as periferinë me investimet që janë bërë. E zëm se qendra është e mbi populluar dhe nuk ka vend për te i saj. Po, atëherë në periferi, në komplekset e reja që po bëhen në Unazën e Madhe që janë krijuar, ne kemi parë ndryshim çmimesh brenda 2 viteve, që do të thotë vlera e pronës rritet për të vetmen arsye sepse është ajo që ju e thatë, duke qenë se qendra e Tiranës mund të ketë edhe hapësira, por janë me çmime më të shtrenjta, normalisht. Për familjet, po dhe për ata investitorët që kanë mundësi që ta blejnë sot dhe shesin pas 2 vitesh, është një mundësi shumë e mirë. Domethënë periferia ngelet mundësia më e mirë tani për ata të cilët e kanë një buxhet të kufizuar për të investuar. A është ende Tirana vendi më i mirë për investim? Tirana ngelet një ndër vendet më të mira për investim. Është kryeqyteti. Ne kemi parë, gjithë jemi koshient se si është numri i turistëve në Shqipëri, edhe ata nuk vijnë vetëm si turista, por tani janë kthyer dhe si investitorë dhe si blerës të mundshëm, pra vinë si turista, e provojnë në disa qytete, jo vetëm Tiranë të Shqipërisë, shikojnë çfarë funksionon dhe kush është më mirë për të jetuar, dhe pastaj zgjedhin nëse do investojnë për të investuar vetëm për të jetuar apo dhe për investim për të marrë një të ardhur më vonë. Kështu që Tirana absolutisht ngelet dominante dhe pastaj qytetet bregdetare janë ato të cilat tërheqin më shumë investime. Çfarë kërkojnë më shumë klientët? Tani duhet i ndajmë pak klientët, se janë të tipologjive të ndryshme. Pra kemi familjarët, kemi investitorët, kemi të huajt, kemi emigrantët, ka disa. Familjarët normalisht e para fare mendoj që kjo i prek gjithë është çmimi. Çmimi i bazuar dhe në vlerën që pronat ofron është ajo që të gjithë e kërkojnë. Pjesa e investorëve normalisht kërkojnë që të kenë të dinë se çfarë do ndodhi pas 2 vitesh. Kjo ju intereson të gjithëve sigurisht, sepse pasi një projekti afatgjatë e bën dhe më të thjeshtë, po e bën edhe më të qetë atë që investon. Pjesa tjetër pastaj që duan një shtëpi të 2 dhe të 3 normalisht që janë të dedikuar tek investimi dhe tek të ardhurat që kjo pronë ju sjell në një periudhë kohe. Normalisht këto bëhen të gjitha me një koshiencë të plotë investimit, por thash këtu
jo vetëm agjencitë imobiliare, por kushdo që ka ekspertizë në prona është një ndihmë shumë e madhe te kjo pjesë. A ka shumë të huaj që po investojnë në Shqipëri? Se kryesisht për shembull unë me ato informacion që kam ka italianë që janë të përqendruar në zonën e Durrësit. Po e mbi popullojnë italianët Durrësin. A ka shumë të huaj që kërkojnë të blejnë edhe të investojnë në prona këtu në Shqipëri? Ka shumë edhe numri është duke u rritur. Ndryshe nga dikur që Shqipërinë tonë e shikonin si një vend jo të sigurt ku për shkak të promovimeve atëre jo dhe shumë pozitive të filmave të cilat ne na kategorizonin një lloj cilësie që realisht ne nuk e kishim, se ne e dim shumë mirë që jemi njerëz patriot, mikpritës, jemi njerëz me vlera, kudo jashtë shtetit e kemi treguar që jemi njerëz shumë europian, se sa kanë dashur edhe të na etiketojnë. Dhe kjo ka bërë që kur kanë ardhur këtu, efekti pozitiv ka qenë që nga një pritshmëri shumë e ulët që kanë pasur, madje edhe të friksuar, kanë gjetur një Shqipëri që unë mendoj që nuk e kanë gjetur as në vendet tjera të Evropës, dhe kjo i ka bërë që të gjejnë atë paqen dhe të referojnë dhe të tjerët të cilët janë miq të tyre. Ne kemi eksperiencë me amerikanë që kanë ardhur, kanë marrë apartament me qira. Nëse sot flasim për një çmim që duhet ta krahasojmë me vendet e tjera që kemi afër, normalisht që vendi ynë ngelet akoma tërheqës. Domethënë absolutisht, dhe mos pjesa e Bregdetit, sepse ne dim po shkojmë në Maltzi që kemi më afër, e dim që çmimet janë shumë lart. Ke në Maltzi 11.000 euro metri katror. Tani që ky investim të arrijë një vlerë të saktuar pa diskutim që duhet të shkojë edhe me investimet e tjera që duhen bërë. Siç kemi tuneli që u hapi Llogaras, aeroporti Vlorës që po bëhet, kështu që të shkojmë në çmime, unë nuk po them në çmime abuzive, por të shkojmë në çmime të me rritjen e standardit infrastrukturës, të shkojmë paralel. Po, të shkojmë paralel. Dhe në fund fare ai që paguan atë vlerë të saktuar e di që këtë çmime ka dhënë, po sepse ka këto benefite pse e ka marrë, pra ka vlerë prona. Jo thjesht çmime të larta pa e mbështetur. Kur është momenti i duhur për të blerë një pronë? Dje. Shiko Dorin, këtu në Shqipëri është bërë aq tërheqëse dhe këto dua ta theksoj pak. Ka shumë kohë nga disa kolegë që thonë do bien çmime, ndërkohë që kanë lënë familje. Tani gojdhënat dorje thonë që çmimet kanë rënë, po real estate i mban çmimet akoma lart. Bëni shumë mirë që e thekët Ariol. Shiko si është e vërteta. Si është e vërteta? Po Dori, si është e vërteta. Absolutisht që ka spekulime. Mendoj që ka vend shumë për përmirësime në anën profesionale nga disa agjenci. Këto duhet që dhe instancat kompetente të bëjnë një vlerësim të tyre, qoftë nga certifikimi, nga mënyra se si shërbejnë dhe nga ana profesionale. E vërteta është kjo që çmimet ka gati një periudhë që kanë stopuar, nuk po rriten. Kjo është gjë shumë e mirë që të gjithë të shikojnë çfarë vlerë ka prona, që blerësit i bëjnë më të mençur, që të dinë kam këtë buxhet, ku duhet ta investoj, por nuk ka pasur rënje. Deri tani, pra ka një stopim çmimesh, por jo rënje. Nuk po rriten më çmimet, por nuk ka rënje. Kjo është gjë shumë e mirë, të jemi sinqert, domethënë ne për te anës që jemi agjenci imobiliare, nga ana tjetër jemi familjar. Dhe normalisht që të japësh një çmim profesional është ajo që ne duhet të bëjmë. Dhe këtë e them dhe për kolegët. Në të ardhmen, duke qenë se numri i blerësve të huaj dhe atyre të cilët janë shqiptarë që jetojnë jashtë, pra ka qenë në rritje, kjo ka bërë këta amortizimin e çmimeve, prandaj nuk ka rënje. Domethënë, tani po flitet për taksën e 2 fish, të 3 fish, që janë instanca që do ndihmojnë te kjo pjesë, se duket pak si paradoks, ka shumë ndërtime dhe nga ana tjetër realisht kemi shumë kërkesa që ne nuk po ju gjejmë dot pronat. Kështu që prandaj dhe ka ndodhur kjo pjesa e çmimeve. Unë do doja sinqerisht që të binin çmimet për të gjitha familjet të cilat nuk kanë mundësi që të blejnë, sepse normalisht, të themi të vërtetën, çmimet janë mbi atë që familjet shqiptare mund të përballojnë, mund të jetë thjesht për një të huaj, sepse normalisht me kushtet e jetesës aty dhe me të ardhurat e tij është thjesht për Shqipërinë, por jo për familjet shqiptare, dhe mbi të gjitha për çiftet e reja. Ka filluar nga shteti shqiptar që të ketë disa politika lehtësuese për këtë pjesë, qoftë kredit institucionale për ata të cilët janë në institucione shtetërore, qoftë edhe kredite buda për familjet e reja, por unë mendoj që prapë nuk mjafton. Ajo që nuk mjafton është pjesa që çmimi i referencës që banka të ofron me çmimin e tregut ka një hapësirë shumë madhe, edhe pse janë bërë shpeshherë
çmimet e referencës që të afrohen, dhe kjo e ka bërë çik të vështirë për pjesën e kreditimeve. Kështu që do duhet që shteti shqiptar të marrë dhe disa politika tjera që të jenë më lehtësuese, po edhe më ndihmuese reale, konkrete. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit apo blerësit? E para njëherë është pjesa që nisen vetëm nga çmimi, duke mos ditur realisht se ku po e blejnë dhe se çfarë do të ndodhi me pronën e tij në një periudhë kohe pa parë projektet. E dyta është që mosnjohja e dokumentacionit i bën që të përballen më vonë me disa situata që nuk do të duhet i kenë. Për shembull ka pas më përpara një shtëpi e shitur në 5-6 vende. Eksakt. Akoma ekziston kjo? Shiko, tani shteti shqiptar ka bërë diçka që shumë pak e din këtë, që edhe pse ti mund ta marrësh një pronë në grop, ne si kompani realisht gjithmonë ju themi klientëve që investimi më i mirë është kur ti e merr me dokumenta. Po. Sepse ti e shikon pronën, ke diçka që s'të pëlqen, mund ta ndrosh. Kurse kur e merr në pjesën zhvillimore, po themi, ti ke parë një projekt, ke parë një planimetri, po dhe vetë ai ndërtuesi ta thotë që mund të ketë ndryshime ke planimetri gjatë zbatimit. Kështu që kjo është dhe duke mos e njohur gjithë procesin, më të shpeshta dhe kontratat, normalisht që një kontratë të jetë efektive do duhet që të dyja palët të jenë të mbrojtura, jo vetëm njëra palë. Kështu që duke mos pasur dieni, duke u nisur vetëm nga të afërmit apo ata që njohin, këto janë gabimet që bëhen. Sot që të blesh një pronë në grop, që ta themi si informacion, edhe pse ti s'ke certifikatën, por bën një regjistrim paraprak të pronës, ku vendoset sipërmarrësi, vendoset dhe blerësi që po e merr këtë pronë. Nga ato të cilat ne kemi parë deri tani, pothuajse një pjesë e madhe e konsiderueshme nuk e din fare që kjo ekziston. Kështu që ka mungesë informacioni. Duke pasur këtë mungesë informacioni, do duhet që më vonë ose të paguaj më shumë, ose të përballem me disa situata që nuk janë fort këndshme. Kështu që prandaj këshillohet çdo person i cili do të blej, ti drejtohet një institucioni, nuk po them vetëm agjencive imobiliare, një institucioni që ka dieni dhe ka informacion të plot për sa i përket pasurive të paluajtshme. Çfarë dokumentash duhet kontrolloj blerësi përpara se ta blej ose përpara se të firmos për shtëpinë ose pronën biznesin? Tani ka një sër hapash që ndiqen. Së pari, nuk mjafton vetëm të shikosh pronën dhe të shikosh disa dokumenta. Ti mund të shikosh dokumentat, por këto dokumenta do duhet që të kenë një azhornim, pra rifreskim të momentit. Sepse kartela që është një dokument, ti mund ta kesh nxjerr para një viti, por shitsi mund të ketë marrë një kredi me këtë pronë dhe e ka shënimin në këtë kartel, por duke qenë se nuk i ka bërë rifreskim, të tregon atë të një viti të mparshëm dhe ti nuk shikon asnjë shenjë. Po. Gjithmonë mbrapa kartelës ka një shënim ku thotë kjo pronë çfarë do lloj arsye e shënon. Një është kjo, e dyta certifikata e pronësisë. Duhet të shikosh si është origjina e pronës, pra si ka ardhur deri këtu, pra ti si shitës që po e shet, si e ke përfituar këtë pronë. Nëse ka mangësi, për shembull, ti mund kesh marrë certifikatën e pronësisë për ndërtimin, por nuk e ke marrë për truallin. Pra ka shumë gjëra të cilat normalisht një blerës, vetëm ata të cilët kanë pasur eksperjenca, mund t'i dallojnë vetë. Po flas për një qetësi, për investimin që po bën për një qetësi në të ardhmen. Pastaj procedura dihet, shkon tek noteri, aty është faza tjetër, lekët nuk jepen direkt pra të ardhurat nga blerësi tek shitsi, por kalojnë gjithmonë nëpërmjet noterit, nga banka tek numri llogarisë vet tek noteri, dhe noteri në momentin që vjen prona në emrin e blerësit, automatikisht i kalon shumë shitsit. Pra kjo është rruga që ndiqet zyrtare. Kur isha në Suedi, njerëzit thonin jetoj me qira. Edhe i thoja, pse, a nuk është më mirë që të blesh një shtëpi? A është më mirë tani? Po e bëj këtë krahasim pse se më përpara, po flas këtu e para 5-6 viteve, më bënte çudi, sepse rrogat i kishin shumë të mira, mundësitë për ta blerë një pronë kishin dhe vazhdonin të ishin me qira. A është më mirë të blejmë një shtëpi apo të jetojmë me qira? Tani, nëse ne kemi vendosur që të lëvizim jashtë Shqipërisë, është mirë ta kesh një pronë, por jo detyrimisht ta kesh. Pra ti mund të shikosh të rish një periudhë kohe me qira për të kuptuar se çfarë do bësh dhe ato të ardhurat ta dish ku ti kategorizosh. Nëse ti je një blerës i ardhshëm për një periudhë kohe mbas një viti, është mirë të rish me qira për të parë disa zona, derisa të kuptosh ku do të rish, ku duhet të jesh tamam. Për qetësinë absolutisht që mirë është ta kesh një pronë. Normalisht ne kemi dhe traditë që do duhet ta kemi një pronë, por dhe nga ana tjetër realisht është një qetësi familjare, themun që
në fund fare e ke shtëpinë tënde dhe përgjigjesh për gjëra të tjera. Për këto që thash, më përpara normalisht që do duhet të marrë një pronë me qëra dhe sidomos nëse gjen një pronë që është me çmim të leverditshëm, pse jo të ri derisa të mbledh disa të ardhurat dhe të blej pronën që duhet. Se normalisht dhe nëse e merr me banka të jep duhet të plotësosh disa parametra para se ta marrësh kredin dhe do duhet që një gjendje ti ta kesh më përpara para se të plotësoj pjesën tjetër banka. Çfarë diferencon Ilirian Home nga agjencitë e tjera? Shiko Dorin, dua të jem shumë i sinqert te kjo. Unë nuk kam bërë një analizë të mirëfillt të agjencive të tjera, sepse ata janë kolegët e mi, por mendoj që tregu e tregon vetë se kush jemi. Domethënë, ne sot po punojmë shumë me pronat që janë ekskluzive, me klientë të cilët na referojnë tek njëri tjetri. Fakti që sot ne kemi klientel dhe kemi shumë prona ekskluzive e tregon vetë puna, për të mos bërë unë këtu, sigur kompania jonë është e vetmja dhe nuk ka tjetër, por modestisht dhe krenarisht të them që nuk është thjesht se çfarë bëjmë ne, por çfarë vlerë sjellim ne. Nëse klientët në fund fare na kanë referuar dhe realisht na vijnë shumë mesazhe që thonë faleminderit për punën, jemi shumë të kënaqur, unë them që ai komisioni që ne marrim, nëse nuk e meritojmë, nuk do duhet ta marrim fare. Kur në fund fare të transaksionit ai e kupton vlerën e kompanisë dhe se çfarë ka bërë dhe përtej shumës të thotë edhe se çfarë ka përjetuar emocione, si ja kemi bërë ne, sa të thjeshta kemi bërë, sa të sigurt, unë mendoj që kjo është pjesa përtej anës monetare që sigurisht për atë të gjithë në një farë mënyrë punojmë. Kënaqësia më e madhe është kur ti ke sjell vlerë. Dhe vlera është kur ti ke bërë njerëzit të ndjejnë qetësinë dhe në fund fare ta kanë përjetuar atë dhe kur ta japin atë komisionin ta kesh merituar. Kjo është dhe puna jonë, thash, nuk morron aty, është se si ndjekim klientët më mbrapa dhe se sa jemi të përgjegjshëm dhe ju përgjigjemi. Dorian, të falenderoj shumë që isha sot me ne dhe ndave eksperiencën për të gjithë ndjekësit tanë. Është bukur kur frymëzohemi nga puna e të tjerëve. Ilirian Home i uroj jetë të gjatë dhe suksese së bashku me ty. Faleminderit shumë, Mariola, dhe unë ju uroj ju që të keni një emision shumë të gjatë edhe që të ketë një impakt shumë pozitiv. Jam i bindur për këtë sepse shoh se sa me seriozitet është marrë. Tani në fund të intervistës nuk i rezistova dot edhe hapa dhuratën. Faleminderit shumë. Për Ariolën, çdo fillim i bukur është hapi i parë drejt arritjeve që lën gjurmë. Të uroj që ky projekt të pasqyrojë pasionin, talentet dhe përkushtimin që të karakterizon. Uroj që çdo episod të sjellë biseda me vlerë, të frymëzojë dhe të lërë gjurmë tek çdo shikues. Qoftë ky vetëm fillimi i një rrugtimi të gjatë, të suksesshëm dhe të mbushur me arritje. Me respekt dhe urimet më të mira, Dorian Sanxhaku. Dorian, faleminderit shumë. Suksese. Shumë faleminderit. Edhe sa më mbar. Për të gjitha bizneset që duan të ndajnë me ne historinë e tyre të suksesit si përmarrjes, unë kontaktet do t'i lë këtu poshtë. Faleminderit dhe mirë takoshim në episodin e radhës.